Unë jam Claudia Andreu, jam 18 vjeç, vi nga Tirana dhe studioj për biznes. Mendoj që fama dhe fitimi që më jep The Voice gjithashtu është një biznes. Ka disa vite që unë luaj basketball dhe shpresoj dhe besoj që në The Voice të trybloj aq bukur sa që trybloj dhe në fush. Jam marrë kryesisht me aktivitete në shkollë, më pas kam filluar duke performuar në live, akustik ose me banda. Të mundohem të menaxhoj siguritë që më kanë dhënë skenat e tjera dhe të mposh pasiguritë që më jep karakterin. Unë mendoj që në fillim të materialit kishe ca luhatje intonacioni dhe mendoj që edhe kjo këngë nga stili nuk është se të përshtatet aq shumë. Nuk është vetëm fillimi, është edhe vazhdimësia, një absolutisht e pavendosur nga ana intonative. Ktu merr fund gjithçka. Faleminderit. Falenderojmë që erdhët. Po ti nuk dukesh sikur kishe emocione aty. Kisha me të vërtet mersi shumë, isha me vërtet shumë emocionuar, po dridhesha atëra, nuk po. Pa atëherë i mbajnë dita brenda, se kur folëm bashkë kishe sheqer. Shumë keq. E ura re komplet dhe ishte komplet shumë të lehtë. Të paktën këndove një këngë të bukur edhe ne u kënaqëm se na kishte marrë malli me të dy pak Eliza, kështu që i turoj fat dhe gjithashtu të këshilloj të mos e gjesh dorë nga kjo